Një dënim 45 vjeçar, praktikisht është dënim me jetë, ky nuk është proporcional. Masa e dënimit që kërkon ZPS-ja është qartësisht proporcionale, nuk ka prova që të mbështesin fajësinë asnjërin prej pikave të akuzës kundër zotit Selimi. Duhet të shpallet pafajësia dhe prandaj nuk mund të flitet për masë dënimi. Megjithatë, nëse trupi gjykues arrin në fazën e masës së dënimit, pala do të flasë lidhur me kërkesën e jashtëzakonshme të prokurorisë. Prokuroria kërkon 45 vite për shëzimin e të akuzuar, duke u bazuar në rregullin 163.4, dhe me një masë dënimi të përbashkët, duke trajtuar totalitetin e pretenduar të sjellë si justifikim. Edhe në alternativë, kërkesa e prokurorisë është shproporcionale dhe pa precedent në rrethanat e kësaj çështje që nuk është provuar. Një dënim 45 vjeçar, praktikisht është dënim me jetë, ky nuk është proporcional, është një dënim simbolik që shfaqet si një masdënimi. Parashtrimet e ZPS-së i ngrejnë vështirësinë para ndalimin përgjegjësinë kolektive si faktor përcaktues. Në fakt, masa e dënimit duhet ka të bëjë me kontributin personal të akuzuarit, autoritetin e tij, synimin, sjelljen e cilat jetë provuar dhe të vlerësohet në praktikë me praktikat të cilat trupi gjykues do t'i marrë parasysh. Kur të zbatohen të gjitha këto parime, atëherë masa e dënimit që kërkon ZPS-ja është qartësisht proporcionale, sidomos duke patur parasysh udhëzimin e panelit të apelit në rastet Sharda dhe Mustafa, siç do të apelit qartë. Parashtrimet e prokurorisë kanë në mënyrë të përsëritshme trajtojnë të akuzuarit si pjesëmarrës që kanë zënë veten e njëri tjetrit në një organizatë të përbashkët kriminale, duke argumentuar se natyra do të jetë masa identike apo kryesisht për shkak të synimit të përbashkët dhe pozitës së lartë që kanë patur. Kjo qasje nuk përputhet me ligjin e dhomave të specializuara dhe praktikën e këtij trupi gjykues. Trupi gjykues i kërkohet që të përcaktojë masën e dënimit për secilin prej të akuzuarve individualisht, duke patur parasysh sa të rënda kanë qenë krimet që ka bërë ai person, duke patur parasysh për kontributin e tyre dhe rrethanat individuale. Dhe ky është paragrafi 740 i aktgjykimit të apelit të Sharës. Sa i përket zotit Selimi, prokuroria mbështet fuqimisht në titullin e tij zyrtar dhe jo sjelljen e tij. Zoti Selimi ka patur rolin e inspektorit të përgjithshëm, por provat nuk kanë treguar që ky rol në fakt është një rol i kontrollit efektiv mbi qendrat e paraburgimit, kryesit e drejtë për drejtë apo mbi kryerin e krimeve, siç kanë thënë kolegët e mi. Prokuroria e trajton këtë pozitë të lartë si një provë të autoritetit dhe të fajësisë.